Pranvera ka sjell një rritje të numrit të turistëve në Libohov dhe zonat e saj rurale, sipas specialistit të turizmit në këtë bashki Arjan Çano, përveç turizmit ditor janë shtuar edhe prenotimet për muajt në vijim në njësitë akomoduese që kjo bashki ofron. Pritshmëritë sigurisht janë më të mira se vitin e kaluar, sigurisht pjesa e turizmit po vjen edhe po rritet nga dita në ditë. Në bujtinat përreth, hotelerit, kemi interes dhe ka data të zëna prej turistëve kryesisht të huaj, se vendasit nuk parapronotojnë, vinë direkt edhe i gjejnë akomodimet në vend. Këtë vit pritshmëritë për turizmin janë shumë më të larta duke marrë parasysh fluksin në rritje të vizitorëve që kanë zgjedhur Libohovën si destinacion. Shumë prej tyre nuk ndalen vetëm në qytet, por preferojnë të kalojnë më shumë kohë në zonat rurale, ku gjejnë qetësi dhe natyrë të paprekur. Tendenca e shtuar e prenotimeve tregon se Libohova po fiton gjithnjëherë më shumë vëmendje si një destinacion i preferuar për turistët vendas dhe të huaj. Ta bëjnë vizita në qytet, duke qenë se qyteti ka një pjesë të mirë të atraksione turistike, por me sa po shohim zgjedhin më shumë fshatrat se sa qytetet. Janë më të interesuar për zonat malore, për jetesën në fshat, bujtinat aty, ushqimin që është bio. Ata vizitorë që vinë këtu i vizitojnë të gjitha atraksionet turistike, duke qenë te Qe e Melanit, duke qenë Kisha e Labovës së Kryqit, i kanë emër dhe njihen kudo. Sigurisht edhe Rapi shumë shekullor që të lë një kënaqësi të madhe kur e shef. Nëse krahasojmë këtë periudhë me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, vihet re një rritje prej 5% e numrit të vizitorëve, me ofertën e saj të pasur turistike që përfshin natyrën, historinë dhe gastronominë tradicionale. Libohova po kthehet në një nga destinacionet më të kërkuar në jug të vendit, duke ndikuar kështu edhe në zhvillimin ekonomik të zonës.